Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe sot kemi një takim të veçantë për shkak se kemi mikun tim, mikun tuaj dhe u bë disa kohë që nuk jemi takuar dhe besoj se sot ne kemi shumë gjëra për të thënë për sa i përket aktualitetit politik dhe të asaj që kemi thënë gjithmonë të gjendjes ku ndodhet Shqipëria dhe shqiptarët, por kam përshtypjen që do të kalojmë edhe tek ato diskutimet që janë kthyer në narrativë të përditshme për sa i përket situatës ku ndodhet bota në luftë dhe gjë përqendrimi për ato gjëra që ne na prekin në jetën tonë, ndoshta janë orientuar në atë arenën ndërkombëtare. Romeo Kara, të falenderoj shumë për kohën dhe mirë se erdhe dhe na u riktheve. Mirë se vjen Altin. Si po ishe këto ngjarjet e fundit, se sot teksa i mendoja për të bisedë që të zhvillojmë sot, ka ndodhur disa ndryshime të mëdha, duke nisur që këto ndryshime të mëdha të qeverisë me lëvizjen për çështjen e madhe të Ballukut që shqiptarët ndoshta ndezën një fije shpresë besimi tek drejtësia që do të bëhet diçka, çështja e Akshit që dolën shumë dosje, mesazhe, bën shumë diskutime dhe shohim një zbehje totale që nuk po diskutohen dhe lëvizjet e Ramës nga zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës e Ballukut e çojnë në deputete dhe mosvotimi i saj për të hequr imunitetin nga Parlamenti shqiptar. Deputete nuk i ka çuar Rama, por zgjedhur vetë. Në marin e vitit kaluar dhe nuk u kërkua heqja e mandatit, por heqja e imunitetit. Imunitetit, po. Unë mendoj që po t'i kthehemi retorikës që është thënë para shumë viteve, në kuadër të forcimit të luftës kundër korrupsionit për dhe abuzimit me detyrë. Ne e themi shpërdorimit detyrës, po abuzimi, atë për mosh abuzimi pasër. Nga rrjedhin edhe të gjitha problematikat e tjera, përfshirë dhe korrupsionin, për vetë korrupsionin e padëgjuar që ka lulëzuar në Shqipëri dhe ka marrë peng Shqipëri, duhet jenë shumë të pak persona që duhet kenë imunitet. Po të shohësh ata që kanë marrë pjesë në debat, i drejtojnë këtij imuniteti me termat që trullosin publikun, imuniteti funksional e tjerë. Mendoj që nëse është e papërshtatshme të luftohet korrupsioni me këto masa që kemi deri tani, ne duhet të forcojmë lishmërinë. Dhe nëse përtojmë ose e zvarisim atë europeanizimin e ligjeve, momenti kur luftohet korrupsioni, kujtojmë pastaj drejtat e njerëzit edhe ligjet e standardet e Europës. Unë nuk di që në një shtet i Europës qendrore dhe lindore, e perëndimore, ka kaluar këtë dhe korrupsioni, bilas lindore. Kështu që situatat veçanta duan masat veçanta, qoftë ligjore të veçanta. Ashtu si dhe situata e krimeve, për mua, unë do të jam pro asaj që të amendohet për një pak kohë edhe disa nga klauzolat e konventës të njerëzit, pra për njerëzit që kanë kthyer vrasjen dhe vdekjen biznes, ne do të aplikojmë edhe dënimin me vdekje. Këtu nuk bëhet më fjalë për një ministër e për një deputet. Këtu ajo ka qenë një mbrojtje simbolike. Pra, nëse deri dje u servirë në dukje me qetësi edhe me një lloj dinjiteti të gjithë ata që u kërkuan nga spagu, këtu u ndalua. Për arsye se nuk ka të bëjë me personin, por ka të bëjë me gjithë pushtetin. Zinxhirin. Me gjithë pushtetin. Edhe mendoj që pjesa ndryshimit tani po sfidon vetë Ramën. Dhe
duke parë që është një parti që nuk reagon, që nuk ka një demokraci brenda saj, reale brenda saj, ku vendimarrjet janë gjithmonë nga lart poshtë, apo nga aktor të pa prezantuar në publik. Se tani nuk mund të në vend që shikojmë se kush janë rrymat që nuk prezantohen publik, po marr kot, që nuk po akuzoj. Një rrym që akuzohet si masonik apo i tjetër. Ata le të konkurrojnë duke dalë hapur, po jo duke kapur grupime caktuara. Tu kemi tani grupime caktuara jo vetëm ekonomike, jo vetëm politike, jo vetëm të qarqeve të lidhura me jashtë, me sa unë shikoj. Jo dashamirëse me Shqipërinë. Siç kemi miq, kemi edhe më shumë kemi armiq. Po dhe të grupime kriminale. Por dhe armiq kanë gjetur vend për shkak të këtij lloji funksionimit të politikës. Po mirë, dakord, ata kanë investuar gjatë. Unë mendoj që ne duhet të bëjmë një politikë mbi baza transparente. Por si merre mendimet e mëdha, qoftë për i ligj caktuar, nga cilët varen fatet tona. Tani këtu demokracia është rrudhur kaq shumë sa është bërë në vendimarrje mund të jetë një person apo disa persona. Pra nuk ka më vlerë të flasësh në emër partive. Është turpi atyre që e kanë kthyer një parti në një klan, po kështu dhe partia tjetër. Se dhe ata janë ish pushtetar, ranë dakord që me këtë kohë zgjedhor ta rrudhin të gjithë demokracinë, pra atë fjalën e lirë, dhe nga dalë në dëshojmë që dhe fjalën e lirë do zbret. Liria nuk është edhe gjitha standardet, nuk janë të dhëna i njëre mirë, të mirëqëna që këto do të qëndrojnë gjithmonë. Në çdo moment e kundërta e tyre tenton ta absorboj, ta zhbëj. Dhe shumë nga ato arritje që ne pretenduam që i patëm një moment caktuar, nuk i kemi më. Edhe po na duket bërja e Shqipërisë tani një iluzion i parealizueshëm. Edhe kjo gjë më e keqe që frymën ku jemi tani është që këtu ëndrat mbeten sirtar, janë parealizueshme. Krahun tjetër, unë nuk mund të mendoj që do bëhet Shqipëria ndërkohë që populli nuk bën rolin e tij. Ne kemi votuar disa deputet që nuk e dim se kush janë. Kemi ata qeverie që kanë hikur gjatë këtyre qeverive të fundit dhe janë tani që asnjë nuk i njeh. Pasi jo vetëm nuk i njeh kur momentin që shkojnë në qeveri, po edhe kur punojnë, nuk shohim, mund të krijojnë klanet e tyre, vetëm mbijnë pastaj, dalin në krye, por si figura politike, por jo që kanë ecur në atë karrierë ku meritokracia thot fjalën e saj. A mos është edhe kjo e qëllim nga ai që është në krye të partisë ose qeverisë ose opozitës? Tani, kur jenë krye, i merr fajet gjithë atij. Dhe unë s'do flas me emra, po me që do, po them po, gjithë akuzuarit i ka Rama, tani të sjellojmë këtë që ka mund menje, se nuk ja vlen me bollë rrugën këtu me fol vetëm për Ramën. Po të kishim arritje të të merrte ai. Nuk ka arritje, jemi këtu ku jemi, duke ardhur nga atje këtu çmimet, se unë dhe unë pazarën e shtëpisë, çmimet kanë vajtur ku s'mban më. Edhe jemi në atë pikën që jo që po bën, po edhe po bëjmë edhe më keq. Pra kusuret i mbaj Rama ta ketë mbeshnet të punë, por a mbajmë kusuar ne që qëndrojmë tek ne, që i bëjmë sehir të gjithis tonë, që na tallin këto dy forca politike kryesore dhe ca të tjerë, garnityra që kanë këto apo ja. Kjo është më e rëndësishme, besoj. Sa ligje janë votuar nga populli direkt, as i ligj. Sa herë kam që them që flas për demokracinë dhe për referendumet. Tani kujtohet Rama, që paguhet për qenë politik nga mjesin darkë, 24-24, na propozon se kur na i sjell dhurat nga qielli, do të kemi edhe referendume. Po bëj një referendum, bën në parti state herë. Marrja e parti njërë vendime. Dhe për mua, ja shpreh edhe herë, po këtu kemi qenë, po në pozicion tjetër të studios tënde, për të njëjtat gjëra që më kanë duhet rokitur kur kanë folur për Metën dhe Berishën, kanë heshtur
ose janë mërzitur kur kanë folur për Ramën apo bashkëpunëtorët e tij. Për këto standard dy fish që unë i quajt neveritshëm, i them, ju erdhi dita për treguar që keni personalitet, keni pjekuri, keni forcë për të përballur me sfidat, se kur përdor një standard, përballesh me sfidat, nuk ndryshon standardi. Të detyron standardit, i thua më vjen mirë apo keq, ti zoti Altin, u kape me presh në dorë, nuk kam lidhje me ty. Pse se nuk më lejon standardi, edhe të dua unë, s'më lejon standardi. Këta s'kan standard. Që atyre të zhbohet e për ti. Ku ti duhet e për ti? Çfarë kanë ngelur nga EPS-ja? Që ka dhe deputet PS-s, siç ka dhe deputet PD-s, unë po t'i them me emra. Që takohemi, përqafohemi, po që kush flasin, shprehin pamundësinë e tyre për ndryshuar situatën. Tani, ka që pa mundur qenka, pa pse, po se nuk bindet kreu i tyre apo dy kretë e tyre. Po mi, ma ku që kanë këtu problemi, pse merrni probleme tjera? Atëherë, ne jemi pengi dy partive janë pengi dy liderëve të tyre, atëherë problemi është i thjeshtë. Për momentin, ka një emër. Edi Rama, Sali Berisha. Këta ta mbajmë me shnet. Të gjithë të që po ndodh këtu, të tallje, lotët e njerëzve, spitalet ku nuk mjekohemi, edhe po shtrohemi, çdo gjë tjetër që jeton këtu. Ky standard i çmimeve, këto ushqime pa standarde. Ato ilaçe pa standarde. E çfarë mund të them tjerë? Shërnajen që thua ti me akshin, që e shoh edhe më të rëndë se sa aferet e tjera. Si mund të lejojmë ne që tek akshi dhe tek kadastra nuk lejohet të ushtroj punën e tij, detyrën e tij, kontrolli i lartë i shtetit. Pra, ata persona që nuk lejojnë të, në bas ligjit duhet të arrestohen për abuzimet e tyre. Ju do e quaj edhe më rënd. Të shtojmë një në kodi penal, kush nuk lejon kontrolin e lartë shtetit, ta fusim tek pjesa kur pengon drejtësinë. Kush e ti që nuk lejon kontrolin e lartë shtetit? Çfarë sallamahir për me pronat? Sa gjak është derdhur? Sa vite edhe sa njerëz kanë vujt shpirtërisht edhe mendërisht me uzurpimin e pronës dhe pamundësi për të marrë pronën e tyre. E vazhdojnë që të merren akoma më shumë, rasti i Rjollit. Po ja, rasti i Rjollit, ata i kërkuan edhe Berishës të prononcojë dhe nuk u prononcuan. Pra është një oligark që është midis dyve. Kështu që këtu mbaroi kjo punë, bie poshtë gjithë retorika për drejtësi e tjerë. Edhe në këtë rast, ka ngelur një pjesë asaj strukture që quhet SPAK, e cila ka ngelur për të moment vetëm për balë të sistemi. Edhe ata janë njerëz, ka pas momente që ku dikush për tyre ka thonë, edhe kjo është e vërtetë, po them. Po ta lëm fare me këtë punë. Po atë ç'do bëjmë? Ja e las, por supozojmë që e las SPAK-u këtë punë, ç'do bëjmë? Do të pranojmë që këta janë shumë fuqishëm, këta mallshtorët e mëdhenj të dy partive dhe pranojmë sundimin e tyre. Po jo, edhe nëse pranojmë sot, çohem nesër mëngjes se durojmë dot domethënë. Po nuk i durojmë dot. Duke i parë që janë të neveritshëm, do na sfidojnë në formë më ekstreme pastaj. Prandaj unë do doja që aty funksiononte ligji. Se po që do hapet e si pari paligjshmërisë, para anarshie totale, do të dëmtohemi ne patjetër, po dhe raca atyre qelbur do të dëmtohet aty ku si shkon mendja dhe imagjinata. Pra, ne jemi në një udhkryq. A do funksionoj shteti, aq sa duhet, le të mendojnë këta se me parat pa fund e tjerë. E keqja bëhet edhe me këmbë zbathur. Aty ka vetëm një moment, të ndahet mendja. Atëherë njerëzit do thonë s'ka më shtet,
Të dërzohen. S'ka më polici dhe ju them, mos shkoni polici bëni kallëzime, se u tradhtojnë. Më ka tradhtuar mua të parin. Mos shkoni bëni kallëzime. Jam akoma i tradhtuar për tyre. Deri diku prokurori mund të heci kallëzimi. Edhe në prokuroritë e rrethave, për shembull, ka familjen e Elbasan që po vuajnë. 30 kallëzime, i mbyll dikush atje, nuk ka rëndësi. Për një noter, për një avokat, më kriminal se kriminal. Por duhet t'japën alternativa njerëzve. Atë macën ta, para se ta godasësh, du t'i lesh një cep nga dali, ndryshe do të nxjerrë sytë, thonë. Edhe puna e këtij populli. Vërtet është ca përluar, sfilitur e tjerë. Po besoj se në rastin konkret na e kanë lënë një cep ne, se edhe ai cepi që shqiptarët largohen. Edhe unë nga ana juridike e quaj një genocid, soft genocid të butë. Po. Ndoshta të gjitha këto. Të gjitha pasojat, pra humbja shpresës që këtu ka jetë, pse ikin njerëzit? Po çfarë do të bëj pushtuesëm tepër se kaq? Të merr pronën, të merr fytyrën, të diskriminon, persekuton. Unë vetëm pse kam shprehur devotshmëri dhe qëndrueshmëri tek ato parime që besoj se janë të shkruar, janë përshkruar. Janë persekutuar. Nxënësit e nxënësve të mi ecin karrierë, unë bëhem atje. Po shturpi tyre. Turpi është i pari i Ramës, që bën lo nga mjesin dark, edhe nuk do t'ja di. Edhe ja themu. Ja shkruaj qartë, ku do marri fund persekutimi im. Se unë, ku do që t'jem, unë s'ja di për nder ati. Se këtë faqe nuk e kam për të thënë do punoj për partin, e do punoj për udhëheqësin e madh, jo vëlla, unë të punoj për vendin tim, edhe asaj pune që bëj, mundon ta bëj për i Zot Zotit. Pra të drejtën për të jetuar si besimtar, edhe si shqiptar, vendin tim më ka heq Rama, partia e tij, edhe ortaku i tij Berisha, edhe ai me bandën e vet. Unë kështu e shoh. Ne jemi në një sistem, në një shtet pa sistem, ose një sistem përcaktuar kriminal, ka kohë e këmbët, ku janë pa shpresë dhe vetë prokurorët e spagu, dhe që po na mbaron dhe durimi. Po. Uroj që shqiptarët të orientohen ta kuptojnë që demokracia me përfaqësim, pra me këta deputet, tani gojë do ta prisë s'ka më çojë, me nder deputet. Janë pa dinjitet, ka dy palët. E këta pseudo qeveritarët e tjerë, tu ka mbaruar demokracia me përfaqësim. Aq më tepër, është një doktrinë një, demokracia në përfaqësim mbaron pikërisht kur miratojnë ligjet paligjshme, kur paligjshmërinë me forcën e kartonit e bën ligj. Ti më detyron mua të them pas se kam shtet ligjor. Prandaj ajo fjala shtet ligjor shoqërohet me shtetin e së drejtës. Me ligje që respektojnë të drejtat universale të njeriut. Prandaj unë jam e orientuar gjithmonë si besimtar. Sa ato janë që i kanë sankcionuar dhe OKB-ja, po dhe konventa europiane të njeriut. Janë drejtat universale. Drejtat natyrore që unë i kam vetëm pse ekzistoj, dhe ti ke vetëm pse ekziston. Po pos që ke stani i krimit, nuk ke drejta. Se këta mi që vjedhin, po këta s'na lën ne as minimumin e standardit dinjitos të jetës. As minimumin s'na lën. Edhe shtrembrohen, si kur piqen mangall, kur përballen me fjalën tonë. Çfarë do thëmë tani? Ja ke rastin e Spiro Palit. Ish kryetar e parlamentit, u trajtua si u trajtua. Dhe mendoj që ajo mendoj se kishte takuar Skënderbeun, por në fakt u prezantua me Hamzahin. Nuk flet. Kjo është rasti më tipik që në hallkën më të lartë, siç po e shpjegojnë për rastin e Spiro Palit, por edhe në hierarki të tjera të shqiptarëve që janë në institucione. Tani këta do mundohen të shpëtojnë. Me që është femër ish ministër,
ne kemi një standard tani, që femrat nuk i arrestojmë, e le mos ta arrestojnë ata, se nuk kanë arrestuar as Monikën që s'ka lënë kusur pa bërë. Edhe Ajolën e Erioni nuk po arrestojnë se tani po ngel Salzan, po ka shumë mundësi, edhe këshilloj këta deputete, ministra, edhe ish ministra, ish deputet që janë hajtut, mundoni, shtëngoni, ngelni dhe ju shtatëzan, e të mos ju arrestojnë mas jove. E së çudit në dalin një shtatëzan, ose thot, unë e perceptoj vetën femër, ndjehem femër, edhe të mbandaj nuk mund të, jo, edhe nuk mund të më arrestoni se ndjehem femër. Edhe këtu të dalin, do këti çudit tillë, do më thënë që, për këta nuk është burgu se s'ka mundësi si të dënohen këta. Po nga ta është e pritshme kjo gjë, por nga shqiptarët, kjo pjesa e kësaj që ne nuk habitemi më nga kjo gjë. Shqiptarët me një nuk habiten, ta gëzojnë të gjendje, mirë bëjnë. Edhe e pranojmë për te pjesë që nuk habitemi. Unë ngushëllohem se kur mendoni popull tillë pasiv, thu pse të sakrifikosh për ta, por duke qenë ajo thashëm 1% besimtar, them e kam bërë për shpirtin tim edhe për izat Zotit, kështu që nuk jam pishman. Ku shqiptarët ta gjenë rrugën unë habitem për gjë që kur mbushet sheshi me 100 besimtarë atje për Baram apo për festa tjera, për Pashkën, për kështu, dhe s'pas ka njerëz për të marrë në dorë fatet e vendit, të gjendje e quaj çik kontradiktore. Por mendoj që do ta gjenë rrugën dikur. Do mbaroj, çdo natë ka fundin e saj, po plakën dhe lollot e Ramës, edhe Rama vetë, edhe Berisha, kështu që sa dali një Ram tjetër, do dali pak më ndryshe, besoj. Kemi kohë të presin, do të thënë edhe që të kalojnë gjithë to, si ndërkohë Rama ka synon 2050, ne kemi që nga viti që kur propozoi për referendumin, e tha me bindje të madhe që s'ka kusht më kjo ishte le të themi lloj ai ka nga qielli, ne kemi dal nga na ka bërë nëna tona, ai ka nga qielli, është qenë hynore dhe ata e meritojmë domethënë. Bile nga dal do ta quajmë Shën Rama më vonë. Do të shëntërojmë në patjetër. Këta jemi. Po, ju do shta edhe shpjeguat me gjithë këtë narrativ që unë mundova që mos ndërhyja, por ky lloj shembulli që është krijuar, siç e thatë ju që si Partia Socialiste, si Partia Demokratike, identifikohen me jo vetëm në imazh dhe perceptim, por edhe në kuptimin e parë të gjithë asaj se çka shohim, edhe ndoshta edhe në planet që sa na i servirin prapë këta, kur bëhen ndryshime, nga më të ndryshme, që rasti më konkret prej 4 mandatesh Rama që ka lëvizur ministra nga më të shumtit, domethënë, shohim që ka një dakordsi në heshtje dhe asnjë lloj reagimi. Pra, çka tregon kjo për këta njerëz që shqiptarët i kanë besuar atë, i kanë votuar dhe i kanë bërë pjesë të këtij parlamenti. Po mirë, kur tu ta hedhë një herë, 2 herë, 3 herë dhe ti thu unë besova, unë them pse beson valla? Herën e parë ta hodhi, herën e dytë pse beson? Do t'i besosh. Po çfarë ti them unë shqiptari që është jashtë, edhe thotë s'mund të votoj ose të shprehem, edhe të shprehet. Thotë vërtetën se kam ca njerëz aty, motra dhe vëllezër dhe më heqin nga puna. Është vërtet. Pra shqiptarët janë fërgacak. Përgjithsisht, po them për atë pjesë, po të ishin shumica, mos ishin fërgacak, do ishim tuna se ne na kanë fërgacaku nuk ka dinjitet, ne na kanë trajtuar si lëvere, si leck. Si u bë trim ky tjetër. Si ku u bën trim ata? Po çfarë u bën trim? Se ti mund të vrasësh 1000 veta dhe s'ta kanë frikën, votën time, gojën time se mban dot. Pse u bëre ti trim? Çka ke ti që je trim? E kemi lejuar vetë, e kemi krijuar gjithë hapësirën vetë, ndoshta po, në gjithë forma. Ai ka përball një popull që i lyp atij, të drejtat e tij. Dhe që zgërdhijet kur ai e tall ata. Unë shoh një lloj se po t'jenë gjithë si puna ime, po e marr kështu. Dhe unë kam durimin tim. Mos ta çof Zoti pasaj se nuk e di më të punë. Po e marrë në herë dhe si me të qeshur, si provë. Po këta çfarë presin?
A mund të ndryshoj gjendja e popullit që nuk ka dëshirë të vetë ndryshohet? Dhe për më tepër, idiotizmi shkon deri aty sa i kërkojnë e sap shqiptarët, Amerikës dhe Europës, ç'a bën Amerika. Si ti thosh komshiut, hajde ti pastror rregullo punë të shtëpisë time, ç'a bën ti, s'ke turp ti? Po ti s'po jap as edhe shenjë, ne s'po jap as edhe shenjë që Amerika ose Europa. Çdo berë thot varet me kompletia. Edhe këta nuk duan të kuptojnë që janë ca parime që mbajnë një shoqëri. Janë ca trare, ca mure, ca themele që mbajnë një shtëpi, janë ca parime që mbajnë shoqëri. Ç'a parimi kanë respektuar ta? Se ti flasësh për Zotin e quajnë katonarizëm i pjesë. Po mirë, ç'a keni bërë? Ç'a keni lyp? Ato keni marrë. Se këto që unë them, nuk është se janë thjesht teori dhe këto, pastaj këtu është leju me lexu. Këtu është ai që ka dëshirë të lexoj. Dakor, këta që vjedhin s'ka nevojë të lexojnë se po lexuan i uritën ndërgjegja dhe frenojnë vjedhjen. Thonë na bën keq për këtë që po bëjmë. Po se po i shoh edhe nga mënyra se si bëjnë mesazhet e tyre, ta dhe vjedhin dhe nuk din as me mbulu vjedhin. E duan dhe më zënojnë. E parasysh? Po ky tjetër që është në hall, pse nuk lexon? Ose shif çfarë kanë bërë këta, që kanë qenë para nesh, se ne s'po shkojmë në një rrugë pa shkelur. Kanë qenë dhe ato në këto situata, të errta. Tek opozimi total të shoqërisë njerëzore, tyre. Edhe pastaj janë ngritur, janë ngjallë. Pse? Prandaj them gjithmonë që çdo natë ka fundin e saj. Por problemi është që opozita shumë kanë natë këtu keni. Problemi është që popujt që janë zhbërë përfundimisht janë të popujt që kanë humbur filli moral dhe kur nuk e kanë gjetur më atë. Dhe për të mbje keq. Fun fare, s'është problem. Çdo të bëhet ky vend, ja ca njerëz i puna ime të lodhen. Kur ai të për që thua unë po bëj pa interes. S'm kërcet fare hiç. Pra si lloj pozicioni. Unë dhe që i them këtij kur do marrë fund përsekutimim, e kam për dignitetin tim. Se mu nuk ma hedh dot, domethënë, djersën time do ta paguash patjetër. Trimin mbaj pushtetit e kanë bërë shumë, po kur janë përballë pastaj e plas ka përvoja ime. Unë nuk fal. Ky popull mund falë, unë nuk fal. Edhe kështu do të bëhen të tjerë. Kërkoni hakun tuaj. Kush ja u ket? Rama, ati, Ramës. Hakun, ati. Jo këtyre se mbajnë të trimën. Ju flasin emër të gangsterëve. Gangsteri çojnë faturën. Gangsteri më të madh unë e kam parë Frikacak. Gangster bashkëpunim me policët edhe me ministra apo kryeministra, ata s'janë gangster. Të janë paçavure. Ja kemi thurë vetë au e rolën ne. Ja më para Zotit jemi barabartë. Dhe nuk mbi vlerësoj as gangsteri, nuk nënvlerësoj as atë lypsin atje. Dhe ata e provon Zoti me hallin e tij, me dhe jetën e tij. Dhe këta i ka provu Zoti me atë pushtet që kanë marrë pa merituar, edhe Ramën e ka provu Zoti me atë që po tallet me ne. Po për shkusur kemi ne, se është provë e tij e pushtetit. Kusur e ke ti. Do ta kërkojmë tek vetë. Ti po të shoh si popull, po them ty si popull, e ke kusurin ti se për te e po vujt. Ti duron. Ti duar troket, ti nuk e do ndryshimin dhe ti nuk i hap syt vetes, edhe nuk e gjem kurajën e ta vendosësh. Sot unë do ndryshoj, e mund të shoh to 3-4 parime, 5 parime. Sot më konkretisht duke lidhur me atë siç ka e preket pak më lart ju për ndryshimin e çmimeve të karburantit, e cila që kjo, siç e kemi parë edhe në rastet më hershme, që ka reflektuar edhe me çmimet e tjera që do të rëndojë ose do të krijojë një Po reflektuan direkta. Po reflektuan direkt në Shqipëri. Sot ishte organizuar një protestë përpara kryeministrisë për këtë. Në duke si qytetare e thirrur në rrjetet sociale, kryesisht edhe mund ta them edhe publikisht nga një faqe Bryli Broadway. Po. Dhe po kjo faqe e prezantohet se çka kishte ndodhur në orarin e para përcaktuar nga këta, që thjesht ishin vetëm 3-4 persona.
Duke lidhur me atë çka prandaj e futa edhe si parantezë në gjithë atë narrativën. Unë e di që ky konflikt i madh botëror do ndikojë në rritjen e çmimit karburantit. Po jo kaq më hersh. Tash. Madje gati do të ndërtojnë bordin. Ne nuk jemi të emancipuar për të kuptuar që ti duhet të çosh e të përballësh. Dilte fjala që u rrit dollari, ka qenë me dollar dikur, s'ishte euro akoma, edhe rrisi çmimin ai fshatari aty, sallatës. Pse ke rrit çmimin? Rrit dollari. Çfarë them unë? Sa dëgjum këta që do rritet çmimi, u ullën këto parashikime, jo vetëm alibi, por parashikime, dihet që ky konflikt do të arrisë çmimin. E rritet çmimin. Po problemi është ky territor dhe ky vend nuk është mall pa zot, pa rregulla. Prandaj themi ne ka i shtet që na merr taksat për ta bërë ky gangsterin kryesor, jo 100 gangster të janë rrugë apo 100.000 të janë rrugë. Ky shtet zot e di, kur e ka ditë një herë? Ti gjithmonë ke lut në monopole, duopole, maksimumi një oligopole. Pra, 1, 2, 3 apo 5 oligark, se e mohona që janë oligark. Oligark në kohë ke këmbët. Ta e koma të çmimi. Si ka mundësi, shoqëritë e sigurime ka çmimin e saj, karburanti njësoj, telefonia celulare njësoj, e të gjitha tjerë njësoj. Po të janë bo oligarkë dhe ke droga mërë, se ma çmimin njësoj. Si ka mundësi, ka që të organizum këtu dhe këtu, pasaj jo. Kështu që, kështu dunë më të jetojnë, nuk dunë. Ka rase që të poshtët, po t'ja hapësh sytë, dhe kemi kalu poshtësin dhe e vetës, ta përballësh me të vërtetën, e çmon më shumë se sa po ta ofendoje. Bile ta merr për ofendim më të madh, kur i flet për parime për të vërtetën. E vërtetë është. Nuk duan të dëgjojnë të vërtetën. Jo, po jam bërë shumë, thot njëri. Unë jam me atë thënien e madhe. Të vendosit drejtësia edhe sikur qejt të çarën, ose le të çarën dhe qejt, vetëm drejtësia të vendosë. Nuk bëhet ndryshe kuvend. Është termi i madh, shtet i së drejtës. E para me ligje të drejta, që respektojnë të standardet që thash, të drejtat universale të njeriut, e dyta me ligje që zbatohen. Dhe aty shkojnë njerëzit që janë jo vetëm të lexuar e të lërqitur, po kanë dhënë dhe prova. E merr ti 20 ca vjeç ti dhe bën ti se do ti. Dakor? Gjithë ato do paguhen. Edhe nuk jam fare dakord, se gjithmonë e kam përkrahur strukturën SPAK, o t'i bëjnë çështjet, o të mos i bëjnë fare. U kam kallëzuar Ilir Metën. Po, do dalën në drejtë. Dakor? E po e them vetë pa dalë ti, se këtu jam më i relaksuar. Dhe i vën veprën penale të korrupsionit, po pa vën personin me cilin bëri korrupsionin. Unë mendoj, ata t'i gjejnë me provat, prandaj në organ akuze, paguan, shkoj dhe me dieta jashtë, po kishin lënë mua t'i kisha gjetur. Aty mungon Kasioti Ismailaj, aty mungon kryetari i erës dhe gjithë bordi i erës, aty mungojnë 3 çeket kryesor, aty mungon dhe Berisha që e ka ditur, e ka pasur, ka qenë kryeministër, ky në kryeministër dhe ministri i tij, që vendosën, lejuan erën, të marrin një vendim kundërshtim me interesat, të hapën kundërshtim me interesat e buxhetit të shtetit tonë, me faturë minimumi 30-35 milionë euro në vit, pra në 2 vjet ka shku 70, në 3 vjet ka shku 100 ca. Edhe nuk janë marrë me këtë këtu, edhe nuk janë marrë me pjesën tjetër. Kështu, me atë briskur, me reza ashtu s'ka ashtu. Dhe si që janë për t'i marrë për para si skavator, ashtu dhe gjithë racën e këtyre, edhe shoqërinë e këtyre,
mbi cilët ta kanë lënë qindra miliona dhe miliarda euro nga gjaku ynë, e nga djersa jonë, edhe nga e drejta jonë, që i ka shpërndarë në përracën e tyre të fliqur. Se një audim. Edhe mirë që marrin, vjedhin marrin nga rrugë shtetit. Po na bëjnë dhe budallej, na marrin edhe kredi, gjëra për mbuluar to, se këta janë zgjutan. Edhe kur i thret spaku, heqin dhe fotografitë që mos u dalin çantat edhe orat edhe orliqet që kanë blerë me parat tona. Apo kanë dalë për ato vilat që janë fshirë videot në emisionet. Po, edhe pastaj i lënë për emrat e tjerë. Po, edhe shkëmblen çanta me emër të kushtuar. Është një lukuni, është pashkëlqësi e madhe. Është novel, komedi, është një lukuni. Shiko, këta nuk e kanë marrë spektakël para spakut kur shkon atje dhe zonja ose ajo që është divorcuar e ndara domethënë për zonjën kryemadhe, po flasim që është bërë tani opinionist edhe në Big Brother, e jep mend shqiptarëve për gjëra më të emancipuara, më të mendjehapura të shoqërive moderne perëndimore për ta sjellë këtu këtë lloj fryme edhe në Shqipëri dhe shohim një lloj show, po të njëjtën gjë se çka bën Big Brother, e kalon akoma në nivele më të larta edhe kur shkon përpara spakut. Domethënë kaq me nuk e di me të formë kaq gjithë tallse le të themi këtë lloj teatri e bën edhe përpara spakut. Po e di më ta thashun. Domethënë kaq të që janë bërë llogaritë përpara që kjo është kaq. E para herë duhet të kesh turp që ta nuk e njohin turp. Edhe fjala kur s'ke turp gjitha i bën është të rast. Mi ta mbarojnë, më se kam. Ta bëjnë dhe tha dikush po ka bërë dhe film tha Monika, po aktor. Gjoj thashun. Këta kanë të jetin që aktorojnë. Aktori më i madh është Rama. Asgjë nga ato që thot nuk e beson. Të flas kështu, nuk ka asgjë kështu. Ata e durojnë partitë tyre për interes. Kaq. Se kur dalin, i japin gojës shpat, por nuk ka vlerë më. Kur janë aty janë gjithë njerëz patjetër. Ka pse thotë, mirë kanë punën, thotë do durojnë sa muj, do rikthehen prapë aty ku isha atje etj. Edhe ata që por po të marrë një të vërtet, po të marrë se me që kujtove këto aktorët, si Arbena Metaje, këta dion. Këta partnerët tanë, përfshirë Amerikanë, ja vu një kusht me sa dion Lulzim Bashës. Mund t'i marrë zgjedhjet 2021, jemi dakord, pa Berishë. Pra mundësish as deputet, as gjithë, ishte dorë nga PD-ja. Pra të fillon dhe një histori e re. Nuk pranoj Berisha. E me sa shohëm, ishin zgjedhjet 15-16 prill 2021, 19 maj 2021, çon mandatën me Nongratës. E reaktivizon Bashën, nuk ja arriti dot, se Berisha ulshua me gjitha bataret, edhe me ndihmën e Ramës, rimori vulën e tjerë. Por ajo vula i është dhënë. Se tani ka marrë dhe Facebook. I është dhënë me sa di, këtë se kam të konsultuar nga Basha. Kur kanë dashur një dakordsi për të rënë spakut, edhe aty Basha me sa kam kuptuar unë, s'ka qenë dakord për ta zhbërë të spakut, atëherë vulën Berishës, edhe jemi këtu ku jemi, ai ka opozitën, unë kam pushtetin. Tani Amerikanë do mendojnë, ose tjerë do mendojnë një gjë tjetër. Punë e tyre është, më thënë. Por ja ku ishte. Një mesazh nga një superfuqi nuk doni ta kuptonin. Që bashkëpunimi me Amerikën është jetik. Edhe për politikën e brendshme Shqipëri, edhe për të jashtme. Semenizmi berishian ishte i tillë që ishin gati t'i bënin Këshilli i Amerikës. Kështu është bërë dhe semenizmi i Ramës. Janë gati të flasin dhe kundra Europës, Gjermanisë që folën, po dhe Amerikës. Pse? Çfarë kanë bërë këtu? E kanë tejkaluar Amerikën e tyre këta. Ta e kanë Eldorado këtu.
ky popull që voton, ore hiç mos dalin, le dalin vetëm anëtarët e partive. Le të votojnë njëri tjetrin. Dhe të dy partitë bashkë që llapaqenohen tërë ditën plasin emër të popullit, të dy partitë bashkë kanë marrë tani 42.ca% të votuesve. Rama tha shifër tjetër. Po le Rama të gjoro me tani. Edhe Kim Jong-ut. Edhe herë, po, edhe ta qethin se Kim Jong-u. Gjoro me 42.ca%. Ta bëjmë serioze këtë bisedë. Po që për ta tallë unë se ke identi. Po na ka duke qenë që jemi këtë pikë që po i vujmë pasojat është duke na tallë ai. Nuk është ai duke i vujt pasojat tona. Jemi ne duke i vujt pasojat e atij. Po që për t'i tallë, po i them, kur të shkoj nesër, paraqitet para gjykatës, ngeli me bar pasaj. Aty do ta tallim ne, patjetër, do ja bëjmë atë. Po një herë për herë po na tallin këta. Ja qartë. Unë prandaj nuk kam kohë të rrit merrem për të zgërdhir. Maksimumi edhe mund t'i ofendoj, domethënë se e meritojnë këta. Po ata s'kan dhe turp nga ofendimi. Tani ne të flasim për këta njerëz që bëjnë sehir me tragjedinë e tyre, që rinë të nështruar, edhe pastaj shkruajnë në për WhatsApp, në për Messenger, edhe bëjnë ato. Del politik bravo, ande këte, edhe mesazhet kanë në rasti që edhe thon bravo për këtë që s'ka thënë. Tani do t'jap unë aty kuri që pi një kafe me atë vendin e thjesht kur unë aty, ka lagja ime, më vjen një pensioniste e shkurtër nga trupi, me flokë shkurtër, e më kapi qafë. Unë dhe jam ish mësusër. Edhe kam tha 2 djemë. Njëri për tyre më thota, ç'na ke bërë tha, që na mësove tha me rregull, me drejtësi dhe me ndeshmëri tha. Na morim qafë. Edhe realisht ka qenë me lot në sy kur është ndarë. Jo më lart se para një ore si të takoheshim bashkë, kam dëgjuar nga një njerëz këtë, që thonë që pse jam mësuar në këtë lloj modeli, domethënë që kam mësuar prindërit e mi, ndërkohë që kam pas fatin dhe mundësinë që të bëja diçka tjetër se të isha vend tjetër sot. Po. Tani unë mendoj që pikërisht ajo mësuesja që është dedikuar mbase nëna ime në moshë, edhe fëmijët e saj janë një shpresë për Shqipërinë. Pra, ne duhet dakord, mund t'i themi gjithë, ne jemi. Në kuptimin e shpresë se unë po e shoh që edhe këta pak që kanë mbetur, po thon pse mos jemi edhe ne si modeli që kanë krijuar këto parti. Po, pra që po i bien pishmanit pse kemi ndjekur rrugën e drejtë moralit dhe besoj se ti je besimtar, kemi dëgjuar fjalë. Në vërtetën thuaj edhe murit se aty do bëj fajde. Jo më njëherë. Dhe ne këtë po bëjmë, prandaj tani aty bën fajde. Ky vend vuan se gjithmonë maskaret e gjen më shpejt gjuhën e koordinimit dhe bashkëpunimit se sa të mirët. Pra, solidarizimi të mirës përballë të keqes nuk ka funksionuar siç ka funksionuar solidarizimi i maskareve me njëri tjetrin përballë të mirës. Kaq e thjesht. Solidarizohu, çau. Këta i mbet Berisha. Edhe unë du të shkoj protestoj. Po është ai aty, nuk protestoj dot. Me atë dhe me çunë fariut nuk kam rëmenu të gënjej vetën time. Kupton? Po ti marr 2 shembuj. Kupton? Nuk e bëj dot unë, se unë duke i njohur nuk e bëj dot këtë. Nuk e përballoj dot unë këtë, nuk e gëlltis dot të gjë domun. Kështu që me figura të tjera, po që janë më të pranueshëm, po të çohen vetë njerëzit. Krijohet një kohezion, nuk është krijuar akoma. Si duket ka nevojë për shembuj shumë të fortë që tronditet i çika ndërgjegja shqiptare. Se si do vinë nuk e di, po diçka do luajë. Ndryshe pathe vazhdon e beson akoma. Po unë besimtar kam në mend des. Unë besimtar kam në mend des. Edhe sikur ti ki vetë ta le këtë vend, unë prapë do besoj te drejtësia si nocion. Ishte në rrugë. Unë do besoj ke drejtësia si nocion. Po që kështu, pa ndryshuar vetë njeriu, këdhe njerëz që kanë probleme me shëndetin, përtojnë me dalë, bëjnë hecë, shkojnë palestër,
Atë merret vendimi këtu dhe tani dhe fillon mbaron. Po për këtë Do rast. të trajton, po pipa. Po çfarë ti të këtë po I themi njerëzve. Ata nuk lodhen duke na treguar pralla, e lollot e tyre. Ne të paktën po I themi. Ku kemi pas mundësi me vepru, kemi vepru. Se llumi I Shqipërisë ja hoqim 200 milionë euro nga dorë, po flas unë për vete. I konfiskuam 5 ca, do t'i marrim 9.5 tjera, po kështu kemi dhënë shembull që mund të përballemi, pra kemi treguar që ku ka vullnet, edhe një minimum vullneti, një minimum mundësie, e kemi përdorur për mirë. Nuk jemi dorëzuar karshi të ndimit për ta shitur drejtën e karshi parave, ca prova I kemi kalu. Ku aty ku jemi, ata që vjedhin na shohin me kokën ul, e ndje veten keq. Është një lloj, edhe e shohin si kashillik, po ky kashillik duhet të jetë 1-2, duhet të shtohet. Luftoj pa drejtësinë ku je. Aty ku jemi, luftoj pa drejtësinë aty ku je. Çfarë do të bëjnë? Më shumë se po ta marrin jetësisht, po ta marrin, s'kan për të bërë. Po shko shtëpi, shko rahat, nuk shkoj stresum, nuk zihesh as me prindit, as me fëmijët, as me gruan, as me burrin. Thuaj tjetër çfarë meriton, sillu siç sillet. Kushti numër 1, baza numër 1 për të qenë I respektuar është reciprociteti. Sillu siç të sillet. Atë sillet me arrogancë, shepja, me arrogancë atje. Po teq nga puna. Merr dorë situatën tënde. Që aty në punë dhe jashtë, për dali. Se si, të heq bukën e gojës edhe ti ke ashtu? E të ka heq në kundërshtim me ligjin. Po denoncimi po është në prokurori kallëzimi jo? Merrni në dorë fatin tuaj të njerëzve. Në gjitha forma. Ato është ai filmi, unë kam pas si moto atë. Është një film, por kam pa në italisht atë. Kur përballet në rolin e policit Sylvester Stallone me një super kriminal, që kishte bërë vrasje seri. Edhe kur e kap në fund, tha, ti je njeri I ligjit, tha, s'ke çan bën, tha, detyrohesh batosh ligjin, tha. Ai tha italisht, ku ila legge ferma e comincio io stronzo. Aty ku ti nuk respekton ligjin, as unë nuk respektoj ligjin. Do të bëjmë reciprok, prandaj thash. Shqipëri, apa unë do ta vej drejtësinë vet. Unë për vetë do vej drejtësinë time. Qofse shteti nuk ma vë herë, 2 herë, 3 herë, dhe shteti ne ka marrë antiligjin dorë, ta vej unë drejtësinë time. Kështu funksionon. Unë këtë mendje kam, unë nuk di se ka rrugë tjetër. Se nuk I leverdis tyre do të nxjerrin këta ekstremistë kështu funksionon. Merre parasysh. Në gjendjen në pikën ku jemi. Merre parasysh. Kur ti kërkon dënosh me vdekje ke buka e gojës, se njerëzit këtu dorëzojnë për bukën e gojës, ta marrë parasysh ai që të firmos ty atë. Kush është ministër, kryeministër, president, çfarë është ai drejtor e ku ta di unë, çfarë mender është, merre parasysh kur ti kërkon dënosh me vdekje. E po bini në burg duke vrarë vllajën edhe merre parasysh atje. Shqiptarët kanë tregu mungesë burnie në raport me pushtetin, mungesë dinjiteti. A jemi në të pikë që... Ja, po, edhe vendi ka nevojë për burra. Jo për burra që du ngeli me barë që mos shkojnë burg. Jo pra I dut. Vendi ka nevojë për burra. Burrat fjalës, burrat nderit, që vendin e shohin si atë dhe më dhe. Vendi është I vetmi term që merr edhe atë të nënës dhe të babës. Fatherland, motherland. Kështu që unë kështu e mendoj. Se këta po e shtojnë zullumin e tyre. Ta s'po na lën shpresë që mund të funksionojë edhe spaku, edhe ne kemi shpresë. A do e bëni kështu jo? Po merrni edhe gangsterë, hajde. Kështu e mendoj. Për ta përmbledhur rastin Meta, ku jemi tani? Për sa përket drejtësisë? Asgjë, jemi në një dosje që për mua nuk është hetuar siç duhet. Dhe nëse thua për korrupsion,
aty kam pasur, unë e kam kallëzuar vetë 7. Nuk jam unë ai që vendos, po unë kam një logjikë. Po. E ka pranuar vetë Meta, kur ka dhënë nga Spaku, që vendimi i erës datës 7 dhjetor 2010 është i palishëm dhe i dëmshëm për buxhetin e shtetit shqiptar, që ul çmimin e shitjes së energjisë nga 2 ca lek në 1.40 ca lek për kilovator. Ato janë 100 miliona kilovator në vit që shkojnë shiten. Pse po i shteti shqiptar palës çeke me detyrim këtë çmim të ulët pa leverdi për vetë, po ul fitimin e vet, për çfarë arsye? Për të lidhur të kontratë. Unë e kam gjetur, tani të argumentojnë. Unë kam pas dyshimet e mia që është kështu. Edhe nga çfarë më kanë thënë, e kam hetuar vetë. Po Berisha s'qeka, që ka ditur, edhe i thot në 2015, i thot Berisha në parlament, ti kokë qelbu kokë e krimit, ke shkuar pa lejen e qeverista në Prag, tha, me Kastrot Ismailej. Pra Berisha mund të jetë një dëshimtar. Po, është afera më e madhe e akuzoi Berisha në atë kohë. Edhe ja ktheu për Shkëllzeni, nuk e jap më 2 herë dorë gjën për Shkëllzen Berishën. Për ta gjenë këta. Po atje ka takuar Berisha nuk është thirrur asnjëherë në as Berisha, as ato të erës. Ato dihet që i kanë bërë vendimet nga politika, po nuk i thrasin, se po thirrën ato do nxjerrin politikën, e po unë nxjerr politikën na prishet tu ekuilibri politik. Po rolin e Spakut si është jeni këtë mes, pse nuk do të gjëra që ti thrasi? Këtë fola do të përsëris prapë, po përsëris më tani. E qartë. Se tani unë thash nuk jam i kënaq me këtë hetim, është hetim që nuk është i plot, është i pjesshëm, edhe nuk të çon kurkundi dhe na nxjerr dhe me të burr të mirë. Po ta eduktojnë dhe pak hetimin. Kaq. Rolin e Spakut po mos thjesht. Këtë po shoh. Çka ka bërë Spaku? Ka parë vetëm kartat e Shatkut. Kjo është kryesore më. Ka funksionuar qeveria si grup mafioz. Unë këtu godas Thelbin. Nuk e kam jetët tepër unë për të mbushur dosjet e 2-3 budallëve atje. Pra këtu Thelbi i vjedhjes vendit është bërë me vendime, me ligje, me akte non ligjore e tjerë, me udhëzime, me këto. E pastaj urdhrat e palishëm që nuk janë shënuar. Po këta kështu kanë bërë. Dhe më koti para priva kësaj me privatizimin e ose shërë nga Çezi. Pra është një krushqi që ka filluar në korupcion edhe vazhdojnë korupcion. Filloi korupcion qeverin Berisha e parë 2005-2009 edhe vazhdojnë korupcion 2009-2013. Edhe ky e rregulloi e çoi deri në uverturën më të lartë, po ta quaj muzikë korupcionin. Në shkallën më sipërore pasaj, Rama me shok, që na e bëri dhe Berishën para me, na duket Berisha dhe i çik më i pafajshëm se ky. Unë po them, ajo mënyrë funksionimi jo e përbalt me pa drejt, po tamam e prezanton me një qeveri caktuar me atë që ka bërë vetë. Edhe drejtësia bazohet një term shumë të lartë. Çdo njeri do të ulet dikur në gostinë e konsekuencave të veta. E këta duhet përballen atë që kanë bërë. Se mbledhti merr vendime kolegjiale. Edhe ajo ere, ka disa persona që mandatohen nga parlamenti që janë tek era atje. Pse s'kan ushtruar detyrën në mënyrë pavarur komisionerët e erës? Pse prap futen ke sjetulla qeverisë? Atje të shkojnë gjithë. Kush ka votuar? Se ka një analizë ekonomike që i bëhet. Kush e kërkoi? Dhe pse për këtë vendim del gruaja Ismailej thot Meta i bënte presion burrit tim që ai i bënte presion çekëve për të marrë parat. Aty bëri fjalë nga 35 milionë euro, 10 milionë euro. Me që nuk funksionoi dia Çez, meshin 10 milionë euro këtu pak. Jo, po e ka dhënë këtë intervistë thot Monika me Metën se ka qenë në gjendje të tensionuar ajo. Se kjo s'quhet se është kështu, se kjo s'quhet. Ku të tregojnë prova shqiptarëve? Ne mund të jemi të trembur, po budallësi jemi, ne kuptojmë. Ne mund të jemi të tredhur nga karakteri, po atë e kuptojmë ne. Ti të punë, po çmendem unë, po i them paktën.
Që nuk është shur. Për kë fleti. Nuk vure mend ti tani, ti edhe vjedhës ke nuk usu shqiptarëve dhe bën port para shqiptarëve, i tregoni bëllë budallën prapti, si ja bleva kushurit, ngeli kushurin në Amerikë, t'ja blesh ti çantën atje. Hajdut me çizme që nga vila atje, pallata atje, apartamente 400.000 euro, 300.000 euro bash, 700.000 euro bash me vend, vila pa fund atje, e hoqin nga YouTube-i, vetëm ato skavolinit sa kushtonin, më shumë se shtëpia e 3 vëllezërve që jemi ne. E ku ta diun pastaj apartamente tjera pa fund. Ku ti tregojnë pralla këta? Dhe s'ka meta të paguaj para për garanci pasurore. Tregojnë pralla shqiptarëve. Ai pallati ke Unazare, ai pjell pa fund ai. Si ato fish ke rrugë Durrësit. Ne kemi një histori ne atë. Na ndonte muri me një komshi. Edhe tani po marrë me që ktheve gjysma fikut, jo, po kështu kujton. Gjysma fikut binte te nga ne. Vllai para me donte gjithmonë një fikë dhe babai vinte nga puna. I bita të fikut. Edhe i komshiu në krah tjetër tha, por edhe Dimitër tha, po s'bën për dita i fikut tha. Ai me ngacmim, ky imi bën për ditë 2 herë dita, nuk e di ai joti çfarë bënte. Ka krau jote nuk e di çfarë bënte. Edhe ky pallati Monikës vetëm pjell do. Ky pjell Florikë, pa fund ky. Edhe po me sa duket niveli i korrupsionit dhe ato se çka kanë përfituar pas ka shkuar për marrëguxinë them që të korruptojnë edhe ata njerëz që janë brenda spagut. Lem të kuptohet. Jo, më mund t'i kënë trellur ata tani, edhe ata nuk janë, nga një sistem kanë ardhur. Dhe ata i pjesë të tyre janë si ato. Do sigur bien përsëriti me pyetjet që bëj, po dakord, unë i besoj sistemit si person. Po ata janë i pjesë atyre që shihet në Sradinit. U fol shumë në momentin që u bën ndryshimi ose pas marrimit mandatit Altin Dumanit. O zotni, Klodian Braus, o zotni bjeri shkurt, Gjermania ishte rrafshuar të SP-sën. 6 jetën ishte superfuqi ekonomike, mori fund ka punë. U bërë si SPAK, fillove për marrim 2019-ën, u kishte marrë fund ka punë. Ka i ditë asë në del njeri atje, ma ka mbyll derën e Qepenin, të rinë ta mbyllin fare tani. Ta mbyllin, ky popull ta ditë i zgjidhin vetë punë të vetë tani. A e mbyllët SPAK-un ju? A sa keni rënë tankohemi me ne vend? Po jo. Pse ke rreshtu 300 budallaqe me taka e ca maskare aty në qeveri se kujtohet se do rinë shqiptarët pushtuar. Do i të nështruar. Po jo. Shqiptarët kanë një detyrë, të mundin frikën. Njeriu do të përballet me frikat e tij. Dhe kjo frikë e qelbur që mbjellin ta, është që sa më shumë t'i afrohesh, më shumë zvogëlohet frika. Të e si qeni kazanit, që po ju kthevet, bie nga brava. Unë fatmirësisht i njoh disa për tyre. Kur ta më bëjnë rolin e burrit, unë nuk di çfarë të bëj domethënë. Po dim se të koka se i bie të bimull me kokë. Këta bëjnë rolin e burrit. Ta. Që kam njohur një pjesë për tyre. Kështu që unë mendoj që ne duhet të përballemi me frikën. Ta kanë mbjell frikë, edhe interes, asgjë më tepër. Me këto janë dy parimet e pushtetit në Shqipëri. Frika dhe interesi. Nuk u lodhën duke pas frikë, nuk i doli vetë e qefit duke pas frikë. Vazhdojnë. Unë mendoj që duhet vrasin frikën. Asgjë. E do t'i shohësh kur këta mos ta ndaj mendin mos kenë më frikë për asgjë, do t'i shohësh lepuj ta. Ka gangsteri më i madh i Shqipërisë e gjithë tjerët. Edhe gangsterët tu kanë lulzuar këta që kanë pasur frikë. Ka këtu. Po si ishe reciprok, nuk më jeton respekt. Kur ligji nuk ka, po, atë e ligjit e Zotit. Se mund është ti të më ofendosh mu, e të më bësh pa drejtësi. Kush po të jonë? Qa u botë? Shu është puna ati. Me folë shu pësaj,
besoj se teorikisht jemi keqne, po duhet me hy analizës të sjelljes. Njeriu duhet përballet me frikët e tij, edhe një popull. Ta kanë frikë. Ti i ke parë në kontakte, unë i ke parë në kontakte. Kanë frikë. Ose kanë interes. Prapë kanë frikë se mos humbin ato që kanë arritur. Ose ato që frika është baza. Ta kanë frikë. Edhe s'u me frikë. E pikërisht ne jemi detyruar përgjithsisht deri tani po i fus me mete me këto, nga njerëz që kanë dy karaktere, dy cilësi. Psikopat në sjelljen e tyre, po dhe frikacak. Po që në të liqë. Psikopat ishte dhe Beethoveni, po bënde muzikë, bënde artë. Po që bënde artë. Po që janë të liqë. Se edhe kanë gjetë, edhe gëzojnë. Base njerëz që në jetë kështu pa pushtet, nuk kanë qenë dikushi që ti punonin në autoritet madh këtë tjerë dhe kanë gjetur tani me pushtet. Edhe me atë sjellje që sillen me varësit e tyre për sjelljen poshtë. Sjellje më të nevojshme nuk ka. Jemi fare pak ditë nga basti i madh që është vendosur, ndoshta unë po e marr guximin të qëndroj pak tek ajo linja ime, po e nis në formë që ti si e shumë dakord me këtë pjesë, por në formë humori që më ka bërë shumë me qesh ajo, por tani teksa e shoh me gjithë narrativën që po thoni ju dhe me këto që ne çka e shohim edhe që nuk po funksionon ajo, po për rastin Meta, por është bërë basti i madh që brenda muajit mund dalë edhe nga burgu. Duhet që është të zanda i nojnë. Po këtu që aspet më të nxjerën atë. Nëse nuk fusin të tjerë, të nxjerën atë. A nuk futën të tjerë. Ta e mbyllu që penin, du të alenë në reformën drejtësi me 5 shkokra. Të nxjerën atë. Kujtë Nuk ndikon fare? Po mos ndikon fare, se unë mendoj duhet zgjidhje tjera. Pse më shpresa drejtësisë te Ilir Meta. Ilir Meta po ta nxjerrin ato. Erion Velia për shembull prapë edhe po të nxjerrin se na ka marrë malli, na tregoi edhe ai pralla tani. Me fiq të rrugës. Po. Po s'ka qenë pjesë e këtyre fiqeve, po nuk ka qenë tregtari aty. Se si duke shit fiq mund të blesh 800.000 euro. Bëj një krahasim edhe me Beethovenin, por edhe teksa po e thoje, po bëja gjithë të lidhen se edhe Rama si natyrë lindë si artist, po me ato zgaravinat e veta, domethënë që edhe i quhen vepra arti, por vepra më e madhe e artit ti mund të konsiderohet edhe kjo zgaravina e madhe që ka bërë. Ka të ndisur. Fatkeqësisht ke shumë drejt, çfarë them tani. Po zgaravina më e madhe që ka bërë ai dhe ata të tjerë para tij. Ata shiko, po të kesh bësh shumë trim për Kesaliu përballë. Unë betojmë Zot isha përballë në opozitë, Saliu, se Saliu nuk e bëri opozitën vetë, por vajti ke zyrat. Se janë të rëndësishme ato zyra, ajo vule ato etj. Patjetër. Unë nuk e di se si do kisha reagu, po zgarabina më e madhe është figura që po bëjmë ne si shqiptar, karakterin shqiptar. Prandaj e lash gjithë atë që e bën shqiptarin paçavure, e kanë tallë, kanë bollë, kanë drejt, po ta konturosh tani shqiptarin, se si është në thelb, ja kjo është, ke drejt. Më pëlqen ajo që e ndërtonin atë lijen e shpresës, besimit që do vi moment që do shkojnë në pikën fundore kjo, dhe po shoh disa raste, rasti më i fundit që mendoj se do kish mendim ndryshe nga kjo që si e shoh unë, dhe mu më jep lloj kënaqësie. Rasti më i fundit që ishte tek një media, pa përmend, mund ta përmend edhe emrin, tek Report TV-ja, një gazetar, Baba Ramo, teksa bën një reagim tim ose ku do ndërton një linjë tjetër që ndoshta nuk e kemi parë ndër vite, e marr këtë shembull duke lidhur me institucione të tjera, qoftë qeveritare, qoftë edhe të bashkisë ose administratës shtetërore e tjerë. Po marr këtë si shembull që është diskutimi këtyre orëve të fundit. Për një qëndrim tim që mbajti kundër qeverisë, ndërkohë që më parë se kemi parë këtë gjë, ka dalë nëpër lajme thonë që i kanë mbyllur emisionin dhe e kanë hequr edhe. Nuk e di, tu tani gjë gjithë, unë mendoj që bëra një nga nuk e kam në rastin konkret. Me që ma hape tani se a do të flasëm, nuk e di, du t'i gjë dhe palën tjetër. Se një përnoncim thotë që ka ofenduar gazetarin tjetër, i ka thënë pse dëgjon ata në kufje,
një tjetër kështu. Tani, te Report TV-ja unë e di çfarë thuhet në raport të Report TV-s me financimet. Kupton? Por unë vetë ke Report TV-ja kusur s'kam lënë pa thonë. Dhe ka rrezik nesër më marrin prapë atje. Pra këtu nuk më qëndron kjo. Por zotëria kur është kaq ja barku ka i përdretësi, në 10 vite që pasa qenë aty, si s'më thiri në emision mu, në i kohë që unë përball me Metën Berishën dhe përball dhe me Ramën bashkë. Pra, pse? Në qoftë se deri dje edhe ti mund të kesh pas dyshime, jo ke pa dyshim, ti ke ditë se më ke njoh, po ke thonë që ora të shohin njerëzit si pak një anshëm. E ndryshova gjithë standardin unë, zoti Tufa? Jo, edhe madje unë ta kam bërë edhe si pyetje po ti e dije. Jo, Po patjetër. unë kam ndryshim standardi, Jo. siç i kam rënë Metës, Berishës, Ramës, Ballukut, e ku ta diun dhe babai tim po të jetë puna. E vllai tim, 20.000, se kam 2. Pse? Mbaj përgjegjësi për fytyrën time. Unë do të lë 3 fëmijëve të mi fytyrën e një batakçiu. E të paktën këta që janë 2-3 faktorë të huaj, dhe ti e di shumë mirë, thonë burim i besueshëm i hapur, plotësisht. Edhe këtë status du ta ruaj me shumë fanatizëm. Edhe nëse s'na hap derën qeveria e Sultan Salepit, na hapin derën 2 të huaj, thonë, faleminderit ti për atë që ke bërë ti për vendin tënd. Kupton? Dhe të siguroj ty që do vi ditë që prapë ne do të gjejmë një vend më të mirë të shoqëri, edhe në këtë shtet. Po pa këta. Ne do të ndërtojmë një sistem vlerash që të ketë një shpresë për meritokracinë. Po s'pati meritokraci, nuk do ketë kur drejtësi. Shkalla parë për ty seriozisht korrupsion dhe të garantosh korrupsionin tënd është të vrasësh meritokracinë. Ta di njerëzit ty për nder, jo ligjit dhe aftësisë të vetës. Po këta të paguajnë. Nëse ti ke pas për detyrë, do më çoj mua në pension me pension qesharak, pse unë nuk më lejove ti që të rrisë shkallët e kësaj, edhe pse jam më i aftë se gjithë qeveria jote, ta paguash ti, ta paguash. Edhe këta. Edhe rrugët ligjore të janë. Pse kanë mbaru, kujton ti ata? Po mu nuk pëlqen fryma. Për frymën e kisha thonë, pra ky lloj reagimi që kujton ti se urdhon ti me shkopin tënd nga Soreli thua të ri aty, dhesi aty, specialist. Po kush e ti? Kush e ti? Po vetëm trajnimin e fundit që kam dhënë Londër 2023, kam dhënë provim me detyrim të lexoj mbi 6.000 ca faqe për arbitrazhin. Kush e tjerë që vendos ti? Edhe zguxojnë ministra dhe të tjerë të kthejnë përgjigje kur i shkruan për problemet e qeverisë. Se i ke thënë ti kështu. Ky është më. Ky kanë tret. Ky është më. Njeriu më të devotshëm për interesin e shtetit shqiptar, ky e përsekuton. Po si ja thon, po e them unë. E çfarë fitoi? Asu nuk ndryshova në kaq vite. Çfarë fitoi? Do më cënosh pleqim e pensionin, do pagush dhe pensionin. Në një mënyrë në një tjetër. Pse? Se s'ti janë përgjigj interesave tuaj që më këtë quar ti me ministrat e tuaj që mos bjerë ti e mos i bjerë ti. Ato kallëzimet e mia. Janë detyrimi im. Se unë shkoj të laj halen që ka bërë Meta me Berishën, edhe të mos i kallëzoj, po e mos më kas shpirti mua aty. Se po mos isha kaq i devotshëm, si isha përballë atje, të lexoj 1 milion ca faqe për t'i bërë shtetit 200 milionë euro. Kështu është historia, zotë Elti.
Edhe ky që thuti, ky gazetari i madh që i qanë atë për bërë opozitë, opozita reale jemi ne. A është Berisha? Që është i përlyer dhe ke këto. Unë si shtem që e shoh Ramën përlyer komplet te Akshi, ke kjo, ashtu është Berisha ke Çezi, ashtu është Meta ke Dia, këto janë minimumi. Pastaj të tre bashk i ke sigurt edhe ke bankërsi. Që kur të hapet bankërsi, pastaj nuk do të dim se sa qindra biznesmenë pushtetar do të shkojnë, duhet me bëj i burg vetëm për bankërsi. Edhe nuk e di sa miliard do dalin dëm. Ta që kanë bërë këta ti populli, se ka bërë as pushtuesi më i keq, as armiku më i egër se ka bërë. Kështu që unë kështu e shoh. Ne jemi pa dinjitet, zërë se kemi i pushtues që na merr fytyrën, nderin, dinjitetin çdo ditë, edhe na mban me frikë, me kulaç e me kërbaç, të dy bashkë. Kulaçin e han këto arrogantët e zyrave, kërbaçin ata që nuk binden. Kështu e di. Do doja të kalojmë pak edhe për sa i përket kësaj situatës në botë. Çka po ndodh midis Izraelit, përfshirjes Amerikës në fillimet ditët e para, kur nisi kjo luftë. Se ka dalë një frym kështu e madhe anti-amerikane me këta profesorët që e mbajnë veten sikur ne jemi me Europën dhe Amerikën, po si jemi me këto. Këta qëndrimi im është këtu herë. Këta që ja pagu mirë nga Irani, nga këto vende të tjera, ta është turp që dalin për studie. Ta si janë fare të lirë, ta janë me misioni. Unë nuk e shoh që Shqipëria mund të rikthehet në atë të jetojë me mentalitetin as gjysmë demokratik, siç është një pjesë e Turqisë. Edhe o do shkojmë në familjen demokratike me zgjedhje të lira të ndershme, ku çdo njeri merr jo me votën e fisëve, po me votën e personit, pra të jetojmë si në Europë, si në Amerikën e Veriut. Dhe shqiptarët e kanë zgjedhur, shumicën e popullsisë e kanë emigruar këtej. Një, të Zotit janë dhe lindja dhe perëndimi. Kush abuzon me ato fetaret është ai që s'ka lexuar se do t'i keq interpretoj urrësat e librave të shenjta. Tani e nisën luftën këta zotërinjtë atje në 7 tetor, se përmendi vetëm Gazën. E nisën luftën dhe e nisën në dakordsi plot me rusët për të hequr vëmendjen nga Ukraina. Të jenë sigurt. Dhe të roqin me sukses vëmendjen. Dhe u sulën gjithë hienat me Hezbollah, me këto dhe vranë kur vret njerëz pa fajshëm. Fëmijë atje që morën peng. Edhe unë të jem kryeminist aty do të them do ta zgjidh problemin burim. Edhe që u kthyen shtet terrorist, u kthye me idenë jo për hapjen e besimit, por për hapjen e influencës vetë si shtet. Për të dalë se po konkuronte ai edhe me Turqinë, që është musliman, dhe me arabët që është musliman, po konkuronte për të dalë patjetër në mesdhe. Edhe për kontrolluar to nyjet në Oqeanin Indian që janë atje, që ne i dimë. Edhe kanalin e Suezit, edhe pjesën tjetër këtej Hormuzit, kushticën e Hormuzit. Që do binte kjo përplasje, do vinte. Se në një moment tjetër të zhvillimit të armatosjes bërthamore, mund të kishim edhe pasojë më të mëdha. Pastaj kjo shoqërohet edhe me interesa tjera ekonomike, pastaj që kanë palët. Po ne pavarësisht që këta i dutët tanë e kanë keq prezantuar dhe Amerikën dhe Europën. Po ne çfarë keqi na ka bërë në këto vite Amerika dhe Europa, që na ka hyp kjo fryma anti-amerikane e madhe këtyre. Ku ti kanë parë këta? Se trushplarët mendojnë që e Zotit vetëm nga këtu edhe lindje. E kjo në Kur'an, të Zotit janë dhe lindja dhe perëndimi. Ne do jetojmë si Pakistan, apo do jetojmë si në Europë. Unë nuk jetoj dot si Pakistan. S'është në kulturën time. S'm ka jetu baba si Pakistan, as kam në mend të jam mësoj fëmijës jetoj si Pakistan. Mund të bëni mirë për veten e vet, po jo për mua. Shuqë ti lëndë të lidhjet ta, që marrin ca para ande dhe flasin te, dhe pastaj na bën çorap, na heqin dhe identitetin ton, që ç'a jemi ne.
Po qëndrimi i shtetit shqiptar që shpalli Iranin shtet terrorist. Mund të jetë një nga qëndrime më të mira bile. Sa ashtu është. Ashtu është. Ti s'ke që bëngo marit bisa marit. S'ka as i lidhje tokët i me Izraelin. Ti i bërë ato. Për dalë, për krijuar urën tënde të influencës. Ashtu është. Ka trazuar tërë të kohë të gjitha të zonë. Jemenin e ka bërë çorap, me zi u bashkua. Unë kam njohur Jemenin para se të vindi ky revolucion i madh i ajatollave, pse ata që ishin në Iran përpara, si ishin besimtarë ata. S'ka qenë ndaluar një besim atje. Ishte Jemeni i jugut me Yemen e veriut. Sa u bashkuan i bëj çorap. Një nga vendet me traditat më të hershme të një lloji civilizimi veçantë, të Shebës. Ashtu është. Se ka dalë deli Azez vetëm Izraeli. Po të çajnë ata. Kështu që unë nuk kam lejim dyshe. Shqipëria duhet të shtohet si duhet. Edhe këtë pikë e kanë të qarta për të shumë, bile kanë nxitur me boca më shpejt se e din që është zgjedhje e dur. Jo për të mos shpallin Iran. Po pse çfarë mjet do kishim nga Irani ne? Jo, mos më mande fare. Po pse mos mande? Se do ti. Jo, nuk duam po thjesht. Po pse mos mande? Çfarë identifikimi kemi ne me këta që ashtu? A janë miq tanë atje që po vriten e po priten amerikanë këto? Pse mos mbante? Pse duhet mos për të vrar për ne amerikanë në Kosovë duhet vinë amerikanë. Për të na garantuar këtu ne duhet vinë. Se edhe këto që po kem burr për amerikanëve, sa për t'jeni. Apo jemi ne racë zgjedhur, ata të na shërbejnë ne dhe ne reciprocitet ka, solidaritet ka. Dhe shumë mirë ka bërë. S'kam një më dyshje unë. Të ngataroj besimin tim me qëllësinë e tyre. Si e parashikon këtë që ka nisur? Që parashikoj palët mund të binë dakord, por me të të riqet, po do ketë. Përse çfarë pretin nga një njeri që vret me mira vetë armand vetë, jo po ka vrarë polis fillimisht për të prallë. Ata edhe korrupsion ka pafund herë. Edhe amoralitet ka pafund, për i bëjnë për shtëpia si i bëjnë për lokale siç i bëjmë ne, e të gjitha tjerat. Kur ti vret njerëzit e tu atje, që kenë në hyqëm, me dhunë, po as të dua. Nuk duhet të ndetosh ti. Kur ti vret ato, ka marrë fund morali yt. Po thuaj që qëndrimet që mbahen në mediumin shqiptar, kryesisht në media, janë mendime të influencuara, të diktuara dhe jo bindje. Jo, unë di, po edhe kemi edhe ne dim dhe ne sa gjë. Unë di që një pjesë mund të jenë të qorolepsur, s'di çfarë thon, po i pjesë janë mercenar të fliqur, të parave që hanë dhe që mos i hëngshin. E që bëjnë çorap këtu dhe njerëz. Në ato që po flasim me pasion për Rusinë, po këto vende ka shpërbër Rusia më zotëri. Po këta s'din histori këta, ku të tregojnë ta prallat. Ne si shqiptar ishim homogjen aq sa ishim në kohën e perandorisë, se pjesa më e madhe e shqiptarëve elit iku me pushtimin e vendit nga Turqia. Edhe këtu ngelën rajat, por ishim homogjen aq sa ishim. Ngritja përballje e perandorisë ruse me perandorisë turke bëri që kjo perandori të zhbëhej dhe në Ballkan është zhbërë nëpërmjet dy kartave, kartës slave dhe kartës ortodoksisë. Edhe revolucioni grek është gatuar nga forcat ruse në Rumani. Edhe presidenti parë i tyre ka ardhur nga Rusia. Ish ministri i jashtëm i perandorisë ruse ka qenë. Pra, dhe çfarë bë për të dalë ky krau i madh ortodoks nga deti zi, pastaj që morën detin e zi, deri në Egje dhe Mesdhe, u shpërbë më shumë elementi shqiptar. Dhe nuk flet njëri për genocidin që bë shqiptarëve, sidomos ku është Maqedonia sot. Po qytetet më me emër shqiptarëve kanë qenë ato që janë sot të zbrazura, si Manastiri. Për to nuk flasim ne. Kjo lojë dhe kjo që ka ndodhur me shqiptarët, më ta zbardhin të shohin mirë nga çizmja ruse, dhe më mirë që po përplasen atje në Ukrainë, e po i vjet një kufi atje, me pasion. Dhe nuk flet njëri për genocidin që bë shqiptarëve, sidomos ku është Maqedonia sot. Po qytetet më me emër shqiptarëve kanë qenë ato që janë sot të zbrazura, si Manastiri. Për to nuk flasim ne. Kjo lojë dhe kjo që ka ndodhur me shqiptarët, më ta zbardhin të shohin mirë nga çizmja ruse, e po i vjet një kufi atje, me pasion.
pseudo-patriotët flasin për arritjet ruse, për Putinin. Po si mund flash me pasion për njëri që ka vrarë gjithë kundërshtarët e tij politik, mendin e tij. Edhe aleati më të madh të Iranit. Si mund të lëmu për Iranin që ka ndihmuar Putinin ditë zez kundra ukrainasve, që janë një popull në agresion. Edhe me që flasin në emër të Zotit, po pse më sa veta lomotisin në emër të Zotit janë gjithë besimtar, mos shif çfarë thot, shif çfarë bën. E ke sqaruar edhe në Kur'an. Midis asaj që bën dhe asaj që thot, verset që bën. Po ti ke këtu, kam njohur gjykatës edhe kam qesh me atë. Femër gjykatëse, dalë me mjesa dhe themi inshallah bëjnë një lek sot. E ta ka bërë Zoti i Madh, mbari thosh, ta kanë dëgjuar të inshallah tatë thosh. Thotë duke qesh. Po pse më thot, ai duhet inshallah shkon mbarë thotë ndihmoj Zoti? Ose kriminal i vras. Po ç'është kjo punë? Ç'është kjo punë? Unë jam shumë i qartë te kjo pikë. Europa shumë përpara këtyre. Ka qenë kolonialiste, tregojnë prallë ato. Ka qenë apo mund të jetë, po Europa shumë e butë. Po shkojnë atje në Gjermani dhe po e bëjnë lëmsh. Francën, Gjermaninë, Suedinë kanë bërë lëmshë, Anglinë, Britaninë. Po u rasin nga mjesin dark e po falen në rrugës po i thotë njëri. Unë nuk e shoh që pse ndërgjegjësimi tu ka arritur që Europa po mbrodhet vetë e kafshë, ose maksimumi mundshëm ky sistem është. Ai ta prishim të sistem. Shkojmë ke Ayatollah. Po përse përket edhe ke interesat ruse, që tu të shkosh ndonjëherë ke interesat ruse, s'ngel më këm shqiptari këtu. As Shqipëria. Po aq jemi të papjekur ne edhe. Se mendojmë se Europa dhe Amerika është rama. Jo më nuk është ky bë me kokë vet. Edhe ata duhet të reagojnë vetëm për hir të kompromitimit të sistemit. Ta marrin zvarr këtë dhe gjithë tjerët. Vetëm për këtë duhet të reagojnë ata, jo për gjë tjetër, jo se meritojmë ne, po vetëm se kompromitoj sistemin. Nuk është Amerika rama, as Europa rama. Guxoj Rama ta bëj atje me një shtet tjetër këtë. Çfarë i bëjnë? Ata që duken kështu, si të edukuar, si guxoj ta bëjnë. Kanë karakter ata, kanë të shiguar ata. Jo ne bëjmë trimin atje dhe pastaj të shkel me këmbë ai tjetri për gjithë jetën dhe durojmë ne. Edhe ikim lëm vendin vetëm që të mos përballemi. Po qasjen e Trumpit, pozicionimin e tij në këtë luftë, si e shihni dhe sa ka ndikuar Po, qani alle Trumpit. Trumpi ka ekipe të tëra, dhe Trumpi është ai që është speakeri i një platforme të tërë. Le më kujtoni ju se do kapni mat Trumpin, po më çfarë ata amerikanë që votojnë. Amerikanët nuk duan luftë, po. Sa ka ndikuar kjo luftë pra? Nuk e di, mund të ketë një ulje populariteti tani, por nëse bën dhe 2-3 lëvizje tjera, duke qenë që s'ka kohë dhe i ka bërë me shpejtësi, si kujtoni, do të lejoni po nëse Irani do kthejë fuqi bërthamore me atë agresivitet që ka. Bën vaki dhe nuk do të ndërmerrte masa, po si mendon ti që do t'ja falin Amerikanët dhe i thonë pse s'ndërryen kohën e duhur ta parandaloja? Ka një politik i thonë deterancë për ndalim. Ka dhe politik i shkon mbas faktit. Ne shqiptarët as mbas faktit nuk shkojmë, jo me ta parandalojmë. Që të kishin një sistem politik që ne parandalonim krimet e këto. Shkeljet e njerëzve. Edhe kjo ka një kosto. Por që Trumpi për parandalimin. Trumpi ka ca akademik mbrapa kurizit. Kurse këta kanë gallataxhinte lagjeve. Ke dëgjuar ti të ulen këta të flasim akademikët shqiptar? Bile kanë në veri, gangsterin dëgjojnë 10 orë, akademikun 3 minuta dhe tonë ik put qafën. Kështu që, bas, merni, e mori Groenlandën, a i sa donte, të shkojnë Panama, e përzuri Kinën nga Venezuela, edhe Kubën do ta bëj, atë si ka bërë njëri për para. Ai që duket e shu si pakuptueshëm për ne. E Amerikanët ka një shpirt kaubojsi. Edhe ai e ushtron atë në atë mënyrën e dur. Po një gjë kanë vënë atje. Që atje nuk thrisin një rof Trumpi. Po dhe për një arritje të Trumpit apo të Partisë Republikane ata thonë God bless America.
të urofte qoftë Latmania, ose Aliu o Rama, se Meta nuk ajti do të bëjë kështu në nivel aq parë sakta. Dhe prandaj e zhytën ta. Kështu them. Dhe me që këta s'po shkojnë ke Meta le të shkojnë Meta ke këta, ta nxjerrë dhe Meta ta lejnë fare. Mos na gënjejnë mendjen sikur po bëjnë drejtësi. Po të shkojnë këta ke Meta, do të them që ka drejtësi. Po që nuk shkojnë ta, çën dhe Metën atje. Mos na e lejnë kot me bark, në shkënjejnë. Besoj se edhe kjo ka qenë një fat i mirë edhe për politikën shqiptare dhe për drejtsinë, kjo se çka po ndodh në botë, që ka larguar le të them edhe vëmendjen e opinionit të gjerë publik, por edhe ndoshta edhe të institucioneve të tjera që kanë ngrirë dhe kanë ndalur duke u përqendruar gjithë vëmendjen në atë se çka po ndodh në këtë luftë. Unë di që do të ndikojë edhe tek ne, ajo që po ndodh. Nuk jemi një ishull izoluar, që nuk do kemi ndikim, jemi në kryqëzim gjeopolitik dhe nuk duhet të lejojmë të bëjmë gafa që kemi bërë më përpara. Ne do të ndajmë mendje ku do të shkojmë, ku t'i përkasim në organizim, në grup familjesh të popujve etj. etj. Kështu që nuk mundemi ta çorientojmë më politikën e jashtëm tepër se kaq. Pra duhet rregulluar dhe aq tepër ta konservojmë me shërbime të duhura, të edukuara, jo kështu merr emro si duash ambasadorët e tjerë, të jenë të karrierës, dhe ku meritokracia dhe patriotizmi të jenë primare, sidomos politikën e jashtëm. Por që të këndojnë to gjelat mercenar të antishqiptarizmit tu si pas qefit, dhe kjo është e pafaqe. Kanë gjetur sheshë, po bëjnë për sheshë, po shpresojnë të vi ditë edhe për ta, se nuk janë pak. E uroj që edhe kjo bisedë, kjo thirrje që është e vazhdueshme, qoftë edhe kjo bisedë, por edhe të bisedat tjera që kemi kryesisht ne, të ndikoj sadopak tek fryma dhe të sjellë një lloj zgjimi tek shqiptarët për të mbrojtur atë çka është në interesin e tyre dhe në interesin tonë të përbashkët. Vrasje frikën, asgjë më tepër. Ka është vrasje e frikës. Kur bën këta trimat na vjedhin, e ne s'bëhemi trimat, i themi stop se na keni vjedh, jeni hajdut, e duhet të trajtojmë si hajdut që na keni borxh tani. Nuk mund të nderosh një njeri të ka vjedh. Tjetëri të vjedh dhe ti me qeshep të duket i fuqishëm të nderosh, e ti lypësh nga ato që të ka vjedh, ti lypësh 2 thrime për të jetuar, e ti thush faleminderit. Trajtohet që më ka vjedh, unë kështu i shoh ta ministër. Të falenderoj shumë për kohën dhe për gjithë mendimet, për mesazhet kryesisht që realisht po e them edhe këtë që unë pozicionohem dhe ndoshta nuk është me vend, po më bën që të ndjej lloj rendese teksa flet. Se e gjitha kjo vjen si peshë edhe ndaj asaj se çka thoni ju, por ndoshta qëndrimet e mia të pakta ose në ato gjë që bëjmë ose si qytetar thjesht të këtij vendi, jo vetëm përtej profesionit ose fushave të ndryshme që ne bashkëveprojmë në këtë vend. Ti po e bën detyrën tënde. Pra po mendoj që është e pakët edhe nga unë. Do doja që të ishte për shkak të situatës dhe gjendjes, që teksa ne veprojmë, bëjmë diçka dhe kur nuk shohim atë rezultatin që ndoshta ne mund të kemi në kokë, kjo duket sikur është një lloj gjëje që është pa. Faleminderit për vlerësimin. Të falenderoj shumë që je gjithmonë i vërtet dhe thua atë se çka e beson dhe nuk ke ato nuk ke luhatje siç është. Jo, ato më dyshjet i kam kohë që i kam sqaruar me vetë. Nuk kam fare më dyshje. Të falenderoj shumë. Miq, uroj që të merrni më të mirën siç e theksoj gjithmonë dhe të jeni mirë. Të jeni mirë duke qenë mirë dhe me ato se çka besoni dhe duke rikthyer zemrës tuaj, ndërgjegjës tuaj dhe mendjes tuaj të pastër, pa u ndikuar dhe siç e tha në gjithë narrativë Zoti Kara, vrisni frikën që të jetojmë dhe ta duam këtë vend që mos braktiset akoma më shumë dhe të rikthehemi këtij vendi kaq të mrekullueshëm që na e ka azilije gjithë bota dhe teksa po e shohim që po blihet në çdo cep duke e dorëzuar në vetë.